Arvion, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Arvion, kështu nuk po them që të ka ra mu zgjuherët, se di që je kështu tip që merresh me hiking e këto edhe nuk e ke pas problem mu zgjuherët, besoj. Ja, se kena problem, mirë. Arvion, fillimisht po m'duket të je pikërisht e venit për çka kena me fol, apo jo? Do të flasim pak më shumë për turnirin e radhës që do të mbahet pra Sadik Ramadana, e prezantova pak a shumë që është shndruar kështu një ngjarje që po mbledh edhe po bashkon vetë shqiptarët. A mundesh me na fol pak më shumë për këtë organizim? Patjetër. Turniri Sadik Ramadana filloi me 15 qershor dhe kur mbaron nuk dihet ende sa ekipet janë duke paraqitur. Ekipet paraqiten deri me 13 qershor. Tana vazhdojnë me shortin edhe me 15 qershor vazhdojnë me turnirin. Po, dhe sa pritet me qenë parafërsisht Arvion, se përmendëm që në 2023 se ka pasur rreth 70 ekipe që kanë qenë pjesëmarrëse. Sa pritet të jenë këtë vit? Në vitin 2023 kanë qenë ofër gati 70 ekipe. Tash në vitin 2025 ende nuk dihet numri sakt, po pretendojmë që më shku deri 128 ekipe. Pra, po thuaj se dy fish, kështu që besoj që do t'jetë goxha një turnir interesant. Si kanë shkuar deri tash përgatitjet, Arvion? Deri tash kanë shkuar gjithçka në rregull. Po presmi edhe këtë diele të qesmi sponsorët tanë që na ndihmojnë për këtë turnir, siç po shihet edhe fusha. Edhe vendosën gjitha sponsorët tonë edhe fillojnë turnirit. Po, dhe Arvion, çka dallon kështu këtë turnir prej atyre të kaluarve që keni organizuar? Po, do t'jetë ekipe më shumë, do t'jetë një angazhim pak më i madh, stafi jonë i këshillit organizativ është më i madh, edhe do t'jetë gjithçka në rregull si gjithë vitet tjera që ka shku. A e keni pas vështirë, Arvion, kështu me i ndo, po them, këto përgjegjësitë, se kur është puna organizimit, është ka një probleme dhe me i ndo punë? Po, normal, ditët e para, kur kena dalë në mbledhje, ka qenë pak e vështirë, po me vullnetin tonë, jo, as pak. Sigurisht ta nuk e mohoj edhe dëshirën për me punu, as pak. Dhe që ka me shku kjo puna e transmitimit, Arvione, përmendëm pra që ka me qenë edhe për ata gjithë të cilët nuk mund me qenë pjesëmarrës fizikisht, ku ka me mund me pa turnirin? Na e falenderojmë mas pari platformën Vista, e cila na ka mundësu me pa lojën live, përmes telefona, po ashtu edhe televizora, kush nuk mund më konë prezent në fushën e fshatit Sopi. Po ashtu edhe të tjetë në Facebook, në YouTube, dhe që thash ma herë në televizione. Dhe Arvion, si është përzgjedh, po them kështu vendi dhe infrastruktura për këtë vit, pra pse është zgjedh pikërisht ky vendodhje, pse është zgjedh pikërisht Sopia për këtë organizim të këtij turniri? Për shkak se ne kemi fillu ma herët për këtë turnir në vitin 2014. Po. Ka qenë një fushë shumë e vogël, nuk ka pas shumë kushte të bukura. Tash me ndihmën e komunës tonë që dhe falenderojmë, na ka bërë një fushë mallështore dhe të bukur. Dhe me qënë se e përmendë pra që vetë kanë filluar disa nga regjistrimet, a vinë pe cila qytete kështu ka ma shumë, apo si? Gjithë qytetet e Kosovës ka marrë pjesë, po ashtu kena dhe musafirë nga Kuksi, Presheva dhe kështu më gjërë. Dhe a keni kështu dikon favorit që ndoshta menon që me përbërjen e ekipit edhe mundet me fitu në këtë edicion, a jo? Ja, jo, njerë jo. Njerë jo. Ja. Po, Arvion, sa është e vështirë, apo munden me apliku gjithkush? Që shkon kjo procesi i aplikimit? Aplikimi bëhet edhe online, edhe përmes telefonit. Po ashtu i kem 3 pika kryesore që i kem lokale që vinë paraqiten ekipet. I paraqesmi dhe i vendosëm listë me 14 qershor bëhet paraqitja e shortit edhe vazhdojna me 15 qershor ndeshjen. Po, dhe ç'është bëhet Arvion kjo, po them kështu, domethënia e këtij turniri për fshatin Sopi edhe për gjithë pjesëmarrësit, çfarë domethënie ka realisht ky turnir kështu? Okej. Po qysh pesheni, kjo mod në emër Sadik Ramadana, Po. Është ma shumë e kena po këto si një turnir më të mëdhaj.
Dhe pse mendon që është kthy kështu në simbol të bashkimit, se shpesh janë organizuar dhe turnire të tjera, po që fatmirësisht ky turnir duket se ka marrë më shumë vëmendje kështu. Po, tregova më herë që jemi të angazhuar shumë. Edhe është bërë një ndër turnire më të mëdha për shkak që jemi të jap shumë përkushtim në punë edhe gjatë turnirit. Po, edhe çfarë kemi arrit marrë deri këtë pikë që është një ndër turniret më të mëdha në Kosovë. Po, edhe Arbion, po du me të pyet kështu për këtë çështjen, se shpesh kur kemi kësi organizime, realisht edhe na ndodhin gjëra interesante. Edhe po du me të pyet, a ka ndonjë moment që ndoshta për edicioneve të kaluara edhe të ka mbetë kështu në mendje që kishe dashur me theksu diçka në organizim apo me ekip apo diçka tjetër? Diçka problemi nuk na ka ndodhur asnjëherë, ashtu në një sens interesant. Jo për një herë. Po pres 2025 se më na ndodh diçka bukur. Po Arbion tash realisht nuk mund më konsideru vetë gjërat e mira të bukura. Shpesh ka diçka interesante që ndodh edhe keq ndodh, po na mbetet në mendje pastaj përgjat. Kështu që, po nëse shpresojmë që ka me shku mirë edhe mbar gjithçka. Gjithçka të shkoj bukur, të fillojmë si thash më herët me 15 qershor. Paraqitja e ekipeve do jenë deri me 13 qershor dhe vazhdojmë me procedura tjera. Po Arbion sa ka me zgjat kështu? Ende nuk dihet sa mund me zgjat turniri për shkak se ende na të paraqit ekipe. Nuk kena numër sakt apo datë caktuar, për shkak se nuk i dihet kohës, mund me ra shi edhe mund ndalu në pjesë e lojës që të shtyhet ditën tjetër. Sa prafërsisht brenda ditës mundet me qenë orari ose kur mundet me fillu? Orari fillon pi orës 6:30, fillon ndeshjet. Deri besoj kanë ra 9:30 do përfundojnë. Domethënë, ky është orari i përditshëm që do të kenë Po, kjo është, për shkak se luan 4 lojë në ditë. Po, dhe qysh e ka prit deri tash audienca këtë, po flas qytetarët, ata që vetë janë të interesuar, po si është atmosfera? Atmosfera është shumë e mirë, kena ekstrem shumë pyetje, midzi po presim me ja fillu ndeshjet, sepse këtu bëhet shumë bukur. Dhe Arbion, për fund, çka do të thotë për ty me qenë pjesë e një staf organizativ të këtij turniri? Për mua shumë bukur. Jam i kënaqur që jam pjesë e këtij organizimi, një ndër organizimet më të mëdha që bëhen në Kosovë, dhe i falenderoj sponsorët tanë, donatorët tanë dhe platformën Vista që na ka bën këtë turnir kaq madhështor. Po ashtu edhe komunën tonë që na ka nesh këtë fushë kaq bukur. Faleminderit shumë, Arbion, se shumë pamje të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.